Bjeta Sulo njihet për natyrën e saj të çlirët dhe ajo që të bie në sy në dalje televizive është se Bjeta shfaqet mjaft solare. Prej shumë vitesh ajo ka punuar pas kamerave si asistentja e Alban Dudushit, por më pas gjërat rrodhën krejt natyrshëm, çifti u dashuruar dhe kanë krijuar familje. Albani vjen nga një divorc, pasi më herët ai ka qenë i martuar me aktoren e Portokallis Nigda Dako dhe nga martesa e parë Albani ka një vajzë. Ajo që të bie në sy është fakti se Bjeta ka marrëdhënie mjaft të mira me vajzën e Albanit, kur shkon me pushime, Joeli është gjithmonë me to. Edhe Bjeta në rrjetet sociale publikon foto me vajzën e Albanit, duke lënë të kuptohet se kanë marrëdhënie mjaft të mira. Por çfarë mendimi ka Bjeta për ish gruan e Alban Dudushit? Kjo gjë ka dalë krejt rastësisht gjatë një interviste që Bjeta po i bënte në studio vajzës së Albanit. Aty u kuptua se Bjeta kishte mjaft respekt për ish gruan e Albanit, si nën dhe si profesioniste. Bjeta i tha vajzës Albanit: "Joel, si mund të ndodhte ndryshe? Ti je vajza e dy prindërve që kanë studiuar për dramë, Nigda Dako dhe Alban Dudushi. Ti je një artiste në shpirt dhe ke një nën profesioniste dhe me shumë vlera." Kjo deklarat ka lënë të kuptohet se mes Bjetës dhe ish gruas së Alban Dudushit ekzistojnë marrëdhënie mjaft të mira dhe as pak konfliktuale. Duket se në një botë si ajo e showbizit, ku shpesh dominon drama dhe përplasja, Bjeta Sulo po jep një shembull të rrallë të pjekurisë dhe respektit. A është ky një rast i veçantë apo është thjesht fasadë televizive? Komentoni mendimin tuaj më poshtë. A do të ishit në gjendje të krijonit një marrëdhënie të tillë me ishin e partnerit tuaj?